Na grupet organizume, ato s'ke pas mëshirë. I kem shkatrue, u duft edhe shpesh herë, me marrë me përcjell vajzat deri të shtëpia. Se mos me dalën jenë friguar në rrugë, me maltretue, ka dalë disa edhe ja bashkën edhe me zhenetje ka shkrye atë gujën e qasi rogaqa ka pas, qasi oligar ka pas, uzatëtëm qëtat. Ku jetë e, thashtë, ku je garnicione jom të hjek vetë në gjimnaz të tësë, holigant, edhe 60 vajza kanë shue shkollën pe holigante. E ku jetë e jasënja kur qështja bojnë. Unë e tha, po foli me drejtorin, me aty në shtëpijave, me zjadin gashtin, me Recep Osmanin u theca, që kanë qenë... Intelektual të kohës? Po. Edhe unë të nesët kam shkue, edhe këna hitë e drejtori, i ka thonë, edhe ati shtëpijave, prej sodi kë, do t'i mbronë, po qysh me bo që këti me arë po dikush policia janë jesë, me që unë e jom një shtëpijak që ndreqë ato. Edhe ma bojnë një rogë se ka arshqiptari që ashtë të dhonë. Unë e ku marrë dhe një shoktimin, Hamdi Berisën, edhe kem shkue, edhe kem bisedua dhe me shtëpijave, me të hërtica, një person atletar, i kanë shua shtëpijat, edhe kem pas mirë kuptim, kem punu. Na pa rogë, pa paga, pa kur që neve na ka ushqyje shtëpijave, franjerë të artistë. Ata në ka thonë bukë me angër. Pak ma vorë në ka thonë rogën arshqiptarit ka qenë 20 mark. Fillim. Me ato 20 s'muj shumë asë burek me angër ditën. Por vullneti edhe ke pas dëshirë me ndihmue se ofshtirë më mështelë shkolla Shqipe, atëherë dorëzoj shumë para Serbie. Jashtu që vullneti madhë, pa paga, pa buk, pa kur që kem punu një kohë, edhe kanë pasë edhe arshqiptarit vështirë. Profesori si ka dalë prej shtëpije të shku në shkollë, ka qenë rrezikum, ka mujtë ku po shkonë sene, me rafe, me mytë, krejtë. Pondat, huligant, shqiptarë ma tepër. Policia sërbe i ka shti, me i bo ato gjona, por ne, 3-4 grupe të huliganëve kem shkatruhe, edhe ashtu që e ke bojë të rëndin, edhe qëtësin, edhe gjitha që ka punua shkolla, pa asë një problem. Nën vite aty deri në fund. Qysh ka qenë një ditë e punës, me nga të regu, prej mëngjesi, qysh filloj që i keni sigurua të shkolla, nxancat, personelin, gjitha ata cilët kanë shërby në atë kohë si në shtëpi shkolla? Po, ne kem shkuar me gjithë. Kanë ardhe gjithë arshqiptarët, edhe në shkollë, edhe ata ma të veshën kanë qenë nxanca, se kanë qenë gjimnozi sa me froshe, aty kanë qenë nxancat ma të veshën, me pare, me gjitha, kanë qenë fëmija intelektualve. Edhe arshqiptari, edhe të vullneti madhë kanë punue, kanë deri në vrambje. Ne, para gjitha ere, kur kem shkue, kem pas disa probleme, ma të vogla i kem marrë, kem pas venin, kem bisedue,
edhe nuk në ka nërë mo. Disa që ashtu që u duft edhe shpesh herë me marrë me përcjell vajzat deri të shtëpia. Se mos me dalën jenë friguar në rrugë, me maltretue edhe që ashtu që ka shkua për me gjithë dhe shbrame, kena punue me zemër, me vullnet, me gjitha. A ka ndodhur në rast ku keni intervenu gjatë përcjelljes të vajzave në shtëpia atyne? Po, ka ndodhur, shpesh herë. Qysh ka qenë ai rast? Po, si që, ajo vajza është disa herë është tankue. Ka dalë disa edhe ja bashkën edhe me zhenetje ka shkrye atë guvjen e qasi Rogaqa ka pas, qasi Oligar ka pas, kanë filluar me ase pe policisë sërbë so friguë, se ata i kanë shti vetë, që ashtu që disa herë i kënë përcjell, familja vetë shumë në kanë me mirë kuptime se në kanë urue për detyre që pe kryni është detyre shajtë që pe i shpëtoni fëmijët tonë. Na grupet organizume, ato s'ke pas mëshirë. I kem shkatrue për pak se kem qenë të urtrume dhe na ka ndihmua dhe ata të familjeve, ka qenë familje madhe e tëzve, edhe ata na ka ndihmua neve, kur ka qenë grupe matmaja. Një rast ka ndodhë prej podjeve, ka nërë një grup, edhe kanë fillue femnat aty maltretime sene edhe na tregojnë, daljëm, e i morëm, e pysëm qka janë e me mshaj, thët, e së mëre, kur që jemi na. Ashtu që gatë muri i kom shohe, e kom qitë poshtë atë kryesorin, edhe që ata tjetë i kena rap, i kena shtri, njeni ka shkuar në polici, edhe në ka thonë një djallë shkojnë policia i runu. Ka rashiti një da imi me kërë, në ka marë e në ikë me hom të berisën, edhe kem shkue në Macedoninë të tonë, kjo prosperitetin demokratik që ka u koni parti, kem nejtë mas se një jo, edhe jem këthyja prapë. Ka qenë aja shumë një rafje brutale që i kem po, i kem rafë për tukë, i kem. A ndodhë kena incident gjatë kohë sa nuk ishe ju aty? Ka ndodhë për në që jem largua kur pe aty, dhe ke pas venin, po dromë atje, ku i kem shti, kanë biseduar,